Dashi merr vendime të shpejta që mund të kenë ndikim afatgjat në zhvillimet e tij personal apo profesional. Demi ruan stabilitet në çështjet profesionale dhe ndjen një siguri më të madhe në hapat që po hedh. Binjakët përjetojnë një ditë me ngarkesë mendore të lartë ku aktiviteti i vazhdueshëm kërkon përqendrim maksimal. Kaforia ndjen rritje në ndeshmëri emocionale duke u bërë më ndikuar nga mjedisi përreth. Luani përjeton intensifikim të energjisë në marrëdhënie ku pasioni dhe emocionet bëhen më të dukshme. Virgjëresha përqendrohet në detaje dhe saktësi duke shmangur gabimet e mundshme. Peshorja arrin sqarim të një çështje relacionale që ka qenë e paqartë më parë. Akrepi hyn në një fazë të thellimit emocional dhe analizës së brendshme. Shigjetari angazhohet në planifikimin në afatgjat dhe ndërtimin vizion për të ardhmen. Britsjapi ruan disiplinën e fortë dhe fokusin profesional gjatë ditës. Ujori shfaq ide inovative që mund të kenë potencial zhvillimi. Peshqit mbështeten fuqishëm te intuita dhe ndeshmëria e tyre e lartë.